Përshëndetje, miq të dashur, është kënaqësi e veçantë se po takohemi sërish në kuadrin e emisionit Konteksti kohor, së bashku me Hoxhën Blerim Buslio në trajtimin e problematikave të ndryshme dhe ofrimin e zgjidhjeve përmes Kuranit dhe Sunetit, së bashku me Hoxhën Blerim Buslio. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se gjë, sonte sale, Allah shpërbleft. Allah shpërbleft edhe ty. Hoxh, nëse kthehemi pra kontekstit kohor, i referohemi kohës se Muhamedi alayhis salam dhe fillimit të shpalljes, e shohim se shpallja është njëra prej misioneve më gjigante, e cila ndoshta edhe sot ne pas 1400 sa viteve i vrejmë ndryshimet dhe punojmë me të. A duhet që njeriu i cili e bart këtë mision gjigant, a është dashur të jetë njëri i veçantë dhe njëri i jashtëzakonshëm në bartjen e këtij misioni? Bismillahirrahmanirrahim, Allahun e falenderojmë, salavatet tona drejt Muhamedit alayhis salam. S'ka dyshim se ne sot që flasim jemi rezultati i kësaj shpallje. Madje jetën tonë të lumtur dhe të kënaqshme dhe jetën tonë të cilën po themi e përjetojmë çdo moment të saj për shkak të gjetjes së arsyes pse jemi krijuar dhe ku do të shkojmë janë si rezultati i këtyre mësimeve. Dhe jo vetëm ne, por edhe kthehemi mbrapa edhe pothuajse 15 shekuj nga zbritja e ajeteve të para të Kuranit, të cilat i zbritën pejgamberit alayhis salatu wassalam, njerëzit kanë jetuar ata të cilët Allah subhanahu wa taala wa ka hap gjoksat e tyre, wa ka ndriçuar mendjet e tyre me këtë shpallje, kanë jetuar një jetë të tillë. Sidomos në kohën e artë, në kohën e zbatimit të plot të këtij misioni dhe të kësaj feje, njerëzit kanë jetuar jetën më të mirë të mundshme, madje edhe faktet historike na flasin se jo vetëm praktikuesit e kësaj feje, por të gjithë njerëzit të cilët kanë jetuar po themi në dritën e kësaj feje, në mesin e njerëzve të cilët e kanë praktikuar këtë fe, i kanë dhënë dëshmitë e tyre për madhështinë e praktikimit të kësaj feje tek ata të cilët e kanë pasu pra besimin në veten e tyre, por edhe reflektimi i këtij besimi pastaj në sjelljen dhe në ofrimin e komoditetit dhe të rahatisë për njerëzit e tjerë. Por sigurisht se kjo në fillimet e veta është dashur dhe është nevojit që të ketë një bartës të madh, sepse sfidat kanë qenë shumë të mëdha. Tash imagjino sali dhe nëse kthehemi pak në Mekë dhe e kujtojmë rrethanat kohore në cilat pejgamberi alayhis salam ka ardhur. Një Mekë e cila megjithatë është zhytur në idhujtari, ku banaliteti i idhujtarisë shkon deri aty ku njerëzit kanë marrë zota me durët e tyre dhe i kanë shit në treg. Dhe pse kjo sot e kësaj dite duket banalitet, kemi sot njerëz shumë të cilët hala vazhdojnë të mbeten në këtë errësirë të ignorancës së paditurisë në aspektin e njohshmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe njerëzit janë të po themi të pa bazë në aspektin e morale, në aspektin e edukatës, në aspektin e lidhjeve farefisnore, në aspektin e padrejtësisë që kanë bërë të tjerëve. I forti po themi e hanë të doptin, të fuqishmit e bojnë ligjin dhe veprojnë ato të cilën ata donë. Çështja e moralit është pothuajse në pikën zero, madje po themi ajo situata mbrin deri në atë kohë ku njerëzit varrosin vajzat e tyre për sgjallje. Kishte një pamje, domethënë po themi një fotografi e shpejt e asaj gjendje, por nuk kishin më mirë as madje superfuqitë asaj kohe. Bizanti qoftë Perandoria Ramake, qoftë persianët atje, ishin në një gjendje, pothuajse edhe pse kishin organizime organizime të udhëheqjes dhe të funksionimit në aspektin e besimit dhe në aspektin e sjelljeve të moralit nuk kishin më mirë. Tash kush do të mund të imagjinoj se mund ta ndryshojë një gjendje të tillë dhe mund ta kthej këtë popull për së mbari.
padyshim se ai i cili do të merr guximin që një ditë apo të nesërmen të dalë mesin e njerëzve edhe të thot atyre se e tëra kjo që po bani jo është gabim. Është punë e madhe. Është punë e madhe. Andaj përzgjedhja që Allahu subhanahu wa taala ja bën njeriu i cili do ta bardh këtë mision, do ta bardh këtë detyrë, do ta lidh tokën me qiellin, do të bëhet pishtari ndriçuesi i cili do të ndriçojë botën pastaj me mësimet e tij dhe udhëzimet e tij, patyshim se është përzgjedhje e mahnetshme hynore e Allahut subhanahu wa taala, e cila nuk arrihet me aftësi, po themi me përpjekje, nuk arrihet me dituri paraprake, por është përzgjedhja e Allahut subhanahu wa taala, i cili përzgjedh e pejgamberi na ka treguar në një hadith ku thotë Allahu xhallahu ka shikuar zemrat më të mira, i ka përzgjedhur se të jenë zemrat e sahabeve, shoqëruesve të tij, pastaj ka përzgjedhur zemrën më të mirë, mesin e tyre e që të zemra e pejgamberit atë zemër pastaj e kanë ngarku zemra e pejgamberit dhe pastaj ata e kanë ngarku me misionin e shpalljes. Andaj sigurisht se përzgjedhja e pejgamberit alsam si të jetë bartës i kësaj shpallje, e cila do ta ndryshojë botën përsëmbari, është përzgjedhje hynore me kujdesin e Allahut subhanahu wa taala, e cila sigurisht se nuk ka se të mos jetë pastaj e suksesshme. Hoxh, nëse e lidhe me kohën tonë, njeriu nëse ti dëshiron të japësh një pozitë, ne shohim sot se ti e aftëson atë para se ta merr një pozitë. Për shembull, nëse doni më jap një pozitë udhëhecse, ti ja trajnon ato, shohim çdo ditë për shembull udhëhecat tonë paguajnë ndoshta me mijë euro për të kryer trajnime të dalin para popullit. Pastaj kur kthehemi në kohës Muhamedi alayhis salam, ndoshta ka qenë jo i lexueshëm ose analfabet, është dashur të përgatitet një bazë e fuqishme në bartjen e këtij misioni. Padyshim se kujdesi hynor, kujdesi Allahut subhanahu wa taala ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk fillon në kohën me fillimin e shpalljes, por qysh në veçlinë e tij. Dhe nga urtësitë e kësaj është se Allahu subhanahu wa taala domthonjë ja merr babën pejgamberit alsam kur është ende pa lindur ai. E pastaj nana nuk jeton shumë gjatë e vdes, pra mbetet jetim pejgamberi alsam. Sigurisht kujdesen e gjyshit e pastaj edhe të agjes së tij, por se kjo mbetje jeteme pejgamberit alsam e ka një urtësi të madhe që tregon se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili kujdeset për ta. Që i bie që kur Allahu merr dikan kujdesje është begati dhurata më e madhe. Pastaj kujdesi për pejgamberin, përgatitja për pejgamberit alsam për misionin e shpalljes është përgatitje e cila fillon qysh në veçlinë e tij, atje kur e dërgon Allahu xhallahu Xhibrilin kur pejgamberi është te fisi Ben Sad dhe nxjerr nga zemra e tij atë, po themi, aksesin ku shejtani mund të ketë akses në zemrën e njerit, atë njollën e shejtanit, e kështu me radhë. Pastaj në disa raste gjatë jetës së pejgamberit Allahu e ruan ata, kujdeset që të mos e lej të bëj veprime të caktuara, të cilat një ditë për ditëve ndoshta gjatë jetës së tij do t'ja përmendin kurreshtë, do t'i thonin se ke qenë kështu edhe ke qenë kështu. Po s'ka pas, domthon, asgjë nga këtu, ka qenë i pastër, ka qenë i po themi i gatshëm për pranimin e shpallës, madje edhe emrin tek populli i tij ka pas El Emin. Kjo përgatitje e pastaj përshkrimi që ka ardhur pejgamberi i pakënaqur me gjendjen, nuk ka ditë si ta shpreh pakënaqësinë e tij, sepse s'ka pas shpallje. Nuk ka ditë si të veproj, sepse s'ka pas shpallje. Nuk ka ditë se si ti kundërshtoj ata, sepse s'ka pas shpallje. Dhe kjo është argument i fuqishëm i pejgamberisë së tij. Përndryshe pejgamberi ka jetuar 40 vjet mesin e popullit. Po domthon ai ka shpreh pakënaqësitë, po në vetveten e tij, sepse nuk ka pas model, nuk ka pas mënyrë, nuk ka pas rrugë se si ti kundërshtoj ata ose si tu thot aty nëse nuk e keni mirë. Por e ka zgjedhur që të largohet nga ta e të shkojnë në shpellën ngare Hira, ku aty të qëndroj në të tëra në një lloj meditimi, në një lloj, po themi, kërkimi të një diçkaje jashtë asaj që e rrethon, derisa Allahu subhanahu wa taala i zbret shpalljen për ta obligu pastaj me përcjelljen. Kjo është domthon e përgatitja paraprake që pejgamberi ja ka bë Allahu subhanahu wa taala për çeni gatshëm për ta bërë shpalljen. Hoxh, ndoshta prej misioneve më të suksesshme që një njeri mund ta përfitojë ose mund të quhet suksesshëm është
ky mision i Muhamedit alayhis salam ku ta shohim pas sa viteve, një njeri i vetëm, tash kemi miliarda ndoshta njerëz cilët edhe pse ai nuk jeton i përfillin ku ishte Chelsea i këtë këtij suksesi. Padyshim se Chelsea është tek suksesi që Allah azza wa jall jep, por ajo që është shumë e rëndësishme është domosdoshmë sidomos nëse shohim tash në aspektin kronologjik të zhvillimit të asaj, është koha e para shpalljes ku tregum se ka përgatitur Allahu. Pastaj ai momenti i shpalljes vjen shumë interesant me disa obligime shumë interesante, të cilat në shikim të parë nuk duket se kanë ndonjë përputhje me shpalljen dhe ato të cilën Allah po obligon. Çka i tha Hoxh Zoti në fillim shpalljes? Allahu subhanahu wa taala në fillim të shpalljes i domthon ja dha një lloj ja mësoj, ja tregoj, e udhëzoj me një ibadet të veçantë, me një adhurim të veçantë. Ajo është namazi. Ajo është namazi. Që i bie se një lloj ilaçi, një lloj çelësi suksesit, një lloj force, një lloj mburoje, një lloj strehimi, një lloj kthimi diku në bazë mas një lloj angazhimi mbetet namazi. Madje Allah subhanahu wa taala në fillim pejgamberin po themi nuk e llaston, po i tregon realisht se çka ka ngarku. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ka thënë Allahu që ne të kemi ngarku dhe po të obligojmë dhe po të japim, domethënë që ta bartësh një fjalë e cila është shumë e rëndë. Shëron, ne ndonjëherë ne ndoshta nga dëshira që njeriu të ketë sukses mundohemi ja lehtësu pak a shumë fillim, Jo, në raste të caktuara njeriu do të më apo të qartë fillim se çka e pret. Sepse kjo e bën të gatshëm pastaj për bartjen e atij misioni ose asaj detyre ose atij angazhimi e kështu me radhë. Andaj Allah subhanahu wa taala në fillim po i thotë inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Po ta dhona në fjalë të rëndë. Fjalë të rëndë me pesh. Këtë fjalë që pejgamberi po e bart dhe më ia tregu ummetit se do ta bartin, Allahu ja ka ofruar qiellit dhe tokës. Thotë Allah inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Thotë Allah që të amanet, për amanetin e bartjes të fesë, amanetin e bartjes të Kuranit, amanetin e krymjes së adhurimeve, amanetin e largimit nga haramet, për zbatimin të urdhave të Zotit, Allahu xhaleshanu ja ka ofruar qiellit dhe tokës. Thotë Allahu xhaleshanu dhe kanë refuzuar me pranu. Andaj besimtari duhet ta ketë qartë se çka ka ngarkuar mbi veten e tij. Çka i bën kur ke thon la ilaha illallah? Çka i bën kur ke filluar më fal? Çka i bën kur ke thon jam musliman? Çka i bën kur ke thon un jam besimtar, Nuk është hajgare kjo punë, nuk është lojë kjo punë, Sot tu jam musliman, nesër del ban hajgara, aty. Sot unë, nesër del ban hajgara aty. Sot identifikohesh me identifikimin e caktuar, të fesë, nesër del tallash aty, me fe ose me veprime të cilat i bën edhe me është një shpeshherë është një disbalans mes pretendimit ose identifikimit edhe pasaj asaj të cilën e bëjmë. Dhe Allah për thot inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Kena me ta ngarku një fjalë të rëndë, qoftë në bartjen, qoftë zbatimin, qoftë në përhapjen e saj, qoftë në pengesat të cilat kanë me dalë. Padyshim se pastaj pengesat të cilat i kanë dalë pejgamberit alajhi në realizimin e këtij misioni janë pengesat të jashtëzakonshme, janë pengesat të hatashme, të cilat veç Allah subhanahu wa taala që ja ka lehtësuar dhe padyshim pastaj ajo kryme e misionet e ka bërë që të jetë ai që i kalon. Krahas këtij obligimi të madh. Allahu xhaleshanuhu domethënë se tash kur i thu diku e ki që detyrë tron, kërkohet në farlloj ndihmë Allah, ti çkam ndihmë Allah me këtë punë. Atë çkam jep ti që me pas mundësi, Allahu subhanahu wa taala ka thënë qumil leila illa qalila. Ngretu edhe falu natën përveç se një pjesë vogël. Falu natën. Sepse që aty keme gjetë forcen, që aty keme gjetë mbështetjen, që aty keme gjetë domethënë atë frymëzimin, që aty keme gjetë kthimin tanë të qetësisë, të ketë ato të cilën e përjeton ditën, ktheu se kime shpenzu ditën, ktheu se kime gjetë natën, ama kime gjetë namaz. Këtë ajo që të duhet për të nesërmen, që t'jesh sabërli, që t'jesh durimtar, që t'jesh i gatshëm të ballafaqohesh edhe me shpifjet që ata t'i bojnë, edhe me intrigat që ata t'i bojnë, edhe me betejat që ata kemi pas me ta, edhe me krejt,
ki mundësi me përballu veç kur ti rregullosh raportet tua me Zotin. E ky rregullim i raporteve tua me Zotin nuk ka dikun që bëhet më mirë se sa në namaz. Hoxh, namazin përveç, domethënë, që është çelësi në arritjen e sukseseve, a mund ta përdorim na në jetën tonë këtë çelës në arritjen e sukseseve dhe ambicieve të cilat i kemi, e sidomos në atë që e theti në strehimin e qetësisë, lumturisë, rahatisë, ku ne sot jemi ose jetojmë në trazir ose parahati që ndoshta nuk e dim problemin. Njeriu domosdoshmërisht e ka nevojë ushqimin shpirtëror. Edhe pse njeriu modern tenton ta menjanoj ose ta eliminoj këtë pjesë. S'ka mundësi, sepse njeriu është i përbën nga shpirti dhe trupi. Andaj se ka trupi ushqimin e tij, i cili ushqehet dhe trajnohet dhe smuhet dhe shërohet dhe apo shpirti është po ashtu. Është një lloj bote paralele e shpirtit edhe e trupit e cila po nuk funksionoj si duhet, nuk e ka jetën e mirë që Allahu subhanahu wa taala e ka përshkruar. Duhet kujdes ndaj të dyjave. Andaj Allahu subhanahu wa taala, domthon Kur'anit edhe ajo që e ka zbriti ka thënë ruhun minna, ruhun min, domthon i ka thënë një lloj shpirti, madje Allahu xhaleshanu gjallërisë së shpirtit i ka thënë gjallëri reale. Aw man kana maytan fa ahyaynahu. Thot Allahu, apo se ata cilët ishin të vdekur e ne i ringjallëm. Nuk po flet për vdekje dhe ringjallje të trupave, po flet për vdekje dhe ringjallje të shpirtit. Andaj shpirti ka nevojë për ushqim. Shpirti smuret, shpirti lëndohet, shpirti mundohet, shpirti dobësohet, apo. Dhe të gjitha i ka në trajtimin të cilën ja bën mësimet e fesë. Në këtë rast kur po flasim për namazin, po flasim për ushqimin më të madh, ushqimin më të sheshëm, ushqimin më po themi me kalorit më të nevojshme, të cilat i nevojiten shpirtit. Sepse vëllai Sale, shpirti nuk ngopet pasuri. Shpirti nuk ngopet shfrenim. Shpirti nuk ngopet pushtet. Shpirti nuk ngopet haram. Shpirti nuk ngopet me asgjë. Shpirti nuk ngopet Allah, shpirtin s'e ngin. Shpirtin s'e ngop apo. Ama shpirtin a dhe me shka ngin, shpirtin e ngin me 2 rekate namaz. Wallahi, për se cilin që nuk e ka përjetu, për se cilin që enda është në kërkim të qetësisë së shpirtit e tij, nuk ka ushqim më të madh, nuk ka ushqim më produktiv, nuk ka ushqim më të nevojshëm, sesa ushqimi të cilin njeriu ja ofron shpirtit e tij sesa namazi. Sepse në momentin që njeriu hyn namaz, ka hyrë në takim me Zotin e botrave. E tek Allahu subhanahu wa taala nuk ka rëndësi trupi si duket, sepse ai ka kriju, por ka rëndësi pastërtia e shpirtit, të cilin besimtari ja prezanton Allahu subhanahu wa taala dhe ja çet para madhnisë e tij. Dhe kur besimtari e hyn në namaz, ai ka dalë para Zotit e botrave, me shpirtin e tij ka dalë, me trupin e tij aftën. Padyshim se trupi e lund rolin e domosdoshëm të bartjes së këtij shpirti, por shpirti është ai i cili e ka të nevojshme, e ka të domosdoshme që të ushqehet, dhe ky ushqim pra i shpirtit është namazi, cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam në jorrall herë i ka thonë Bilalit, rihna bis salah ya Bilal. Kur janë lodh, kur janë kot mundushëm, kur janë kon sprova, kur janë kon telashe, kur kanë pas ballafaqime me armikun, kur kanë pas kriza të ushqimit, kur kanë pas kriza të refuzimit, kur kanë pas kriza, i ka thonë Bilalit rihna bis salah, qetësona me namaz. Këtë rast namazi nuk është qetësimi i trupit, sepse trupi megjithatë do të lodhet, por është qetësimi i shpirtit, sepse kimë dal para Zotit bota, të cilët kimë thënë Allahu Akbar. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madh se sa armiku jot. Allahu është më i madh se sa sfidat. Allahu është më i madh se sa problemet. Allahu është më i madh se sa pasunia që grumbullon. Allahu është më i madh se sa pushteti që ti po e synon. Allahu është më i madhi, i të cilit ti meriton ti nënshtrohesh atij. Allah është më i madhi që ti duhet të shpresosh në ta. Allah është më i madhi që ti duhet të friksohesh prej tij.
Pra në refuzimin e caktuar që ti ja ban atij. Andaj njerëzit të cilët kanë jetuar me namaz, e kanë përjetuar ato, e kanë pa domethënë qetësinë e shpirtrave të tyre, ata ju ke duk shumë qesharak, në qoftë se ke mendu që ti knaqesh, apo thënë të qit një gotë, edhe të pas një pamje, e një ullje caktume, e një mashtrim caktum, e një pamje domethënë vizuale që shpesh herë paraqitet si kënaqësia shpirtërore, e cila në momentin e parë të përfundimit të këtij asaj kthehet në zymtësi, që ashtu që e ka përshkru Allahu subhanahu wa taala, e na e kanë përshkru, e po na përshkru njerëzit në vazhdimsi. Cilën Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa man a'rada an dhikri", ai që kthim shpinën dhikrit, përmendjes tam, profes, e dhikr nuk ka dhikr më të madh se namazi. Thotë Allahu xhalla shanuhu: "Fa inna lahu ma'ishatan danka", ai ka më pas jetën dang, shtrëngume, ka më pas jetën e shtrëngume. E sot që po flasim, e kisha një takim me disa dhe në gjatë bisedës më tregoj që domethënë për një të afërm ti, i cili thot vallahi më ka thonë, unë i posedoj tana, po ju nuk e dini se zemrën time jam shumë i varfër. Zemra, sepse zemra nuk mushet me asgjë tjetër, shpirti nuk mushet me asgjë tjetër pos me nënshtrim ndaj Zotit, e nuk ka nënshtrim më kulmor që besimtari ja bën Allahu subhanahu wa taala se sa namazi. Po do të shohim pjesën e dytë të emisionit se si ta përdorim këtë ilaç në kohën tonë, se kemi shumë të nevojshme. Dashur shikues, qëndroni me ne, do të rikthehemi pas pak me pjesën e dytë të emisionit. Dashur shikues, jemi në pjesën e dytë të emisionit me Hoxhën Blerë Musliu. Hoxh e përmendë që namazi është, do të thonë, ilaç. A është ilaç edhe për kohën tonë? Ma shumë se çdo herë ndoshta. Ma shumë se çdo herë. Njeriu bashkohor, njeriu i postmodernës, i cili domthonë ka përpjekje të jashtëzakonshme që ta shkput lidhjen e tij me Zotin, që të bëjë një lloj pavarësie mes vetes së tij dhe çdo lloj po themi lidhshmërie të tij me krijuesin ose me obligimet fetare. Rezultatet e kësaj përpjekje janë fatkeqësisht janë shumë të frekshme. Këto rezultate të cilat i shohim edhe në praktik, edhe në statistika, edhe në rezultate, na kanë nxjerrë një njeri i cili domethënë është i zhveshur nga humania, është i zhveshur nga socialja, është i zhveshur nga dhe gjithçka që ai don është ngopja e vetes së tij, domethënë ajo plotësimi i nevojave, i egove, i dëshirave, i kënaqësive të tij, sepse nuk e ka domethënë i pamja e vetes së tij, shkputur nga mësimet e fesë, apo e ka bën ato të manget, sepse nuk ka ushqim shpirtëror. E pastaj, në përpjekje për ta mbush zbrastin të cilën e ka njeriu. Sepse njeriu ka zbrastin të cilën nuk e mbush diçka tjetër. Vallahi nuk e mbush diçka tjetër. Wallahi më salopton. Në mënyrë e pa opton. Se nuk e mbush diçka tjetër pos mësimet e fesë, pos kthimit tek Zoti kështu me radhë. E tash në mungesë të kësaj përpjekje me mbush me ato që është reale, njerëzit kanë ardhur deri tek përpjekje për mbushjen e kësaj zbrastie me çmenduri të ndryshme. Me çmenduri të ndryshme. Andaj i ki njerëzit me për shembull, me lodra të caktuara, domthonë lodra të bigjozit, lojna të bigjozit, lojna të shumta, ose me domthonë pije dese, ose me drog, ose me imoralitet, kupton, sepse nuk ka mundësi të i lej hapësirë vetes së tij, pos hapësirës së punës, apo edhe të sigurimit të jetesës, pjesa tjetër duhet patjetër që të angazhohet me diçka që të mbushet kjo zbrasti. Andaj kthimi i njeriu tek mësimet e fesë, në këtë rast kthimi i nevojës së njeriu që ta mbush veten e tij me adhurim. Po flasim për njeriu modern, për njeriu e kohës të cilën po jetojmë, është ndoshta më i nevojshëm se asnjëherë më herët. Më i nevojshëm se asnjëherë më herët. Dhe edhe përmes këtij trajtimi dhe përmes çdo momenti të cilën ne jetojmë, ne bëjmë thirrje secilit, e udhëzojmë secilin, e drejtojmë secilin, të paktën i ofrojmë këtë ilaç,
ilaçin e shpirtit, ilaçin e zemrës, ilaçin e disiplinës jetësore, ilaçin e arritjes së sukseseve. Ajo është kthimi tek Zoti. Këtë rast po flasim për namazin më saktësisht si një nga ilaçet më të domosdoshme, po njëkohësisht edhe ilaçet më të sigurta dhe më të sakta të mbushjes së zbarastisë së shpirtit, por njëkohësisht edhe të arritjes së sukseseve të caktuara. Çka gjen hoxh besimtarit në namaz kur çdo ditë ndoshta ballafaqohet me problematika të ndryshme, për shembull të humbjes së pasurisë ose mosarritjes në suksesi, nuk mundet me mbrit suksesin, e ti po thu që ilaçi i mosarritjes së suksesit është namazi, apo? Jo krejt, domethënë e formulume ashtu, do ta ndroja pak formulimin, domethënë që të mos keq kuptohemi. Namazi ka më shty drejt ke nguljes për suksesin. Dhe ka më kuptu që në kohën kur ti je i mbushur shpirtërisht, po ti e ke të mbushur shpirtin dhe je i plotësuar në aspektin e raporteve tua me Zotin e botrave. Apo, kjo ka më të rezultu në njohjen e madhnisë së Zotit, njohjen e urtësisë së tij, njohjen e pasurisë së tij, njohjen e caktimit të tij. Sepse namazi, kur po flasim për namazin, dhe kur po flasim për produktivitetin e namazit, kur po flasim për rolin e namazit, kur po flasim për dobitë e namazit, nuk po flasim një njeri i cili nuk e njeh Zotin, e tash e ke marrë ti apo kupton, edhe ke fut namaz, e tash ai mbrana asaj ka me gjet kushtimisht pam zgjidhen shkopin magjik, e tash si del pe namazit ka më ndryshuar. Jo, sepse megjithatë ky është një nga konceptet e gabueshme që sot shpesh njerëzit e kanë përdorur. Njerëzit tunanin neve të fol për namazin. Po mendoj tu ndëgjoj hoxhallart, tu ndëgjoj thirrsa ata kupton. Tu tregu se namazi është ilaç. Do nuk dyshoj që është ilaç. Dhe betojm në krijuesin se është ilaç. Amo për shembull kupton, ai është nga rruga me 101.000 probleme, apo don që me ardha me hy namaz me i largu çato probleme. Apo kupton? Një lloj mashtrimi momental ose një lloj përpjekje momentale e cila megjithatë do një lloj procesi derisa të mrrin aty. Andaj për shembull kupton, kur jep produktivitet namazi, kur njeriu kupton me kan po takohet namaz. Kjo është çelësi i parë. Ne sot namazin hoxha shohim vetë për ata që bojnë gjunahe e mundësi për falje. Kjo është një nga arsyet që njeriu fal namazin. Njëra nga arsyet që njeriu kupton, para arsye tjera kupton të nevojshme, sidomos të asaj që ti e përmend, kupton, të sfidave të ndryshme, të problematikave të ndryshme është se ti në namaz, kur kthesh namaz, se tha çka gjen njeriu, apo njeriu në namaz kur hyn, e gjen Zotin e tij. A din çai bën me gjithë Zotin? Kan thonë kupton, thuhet, çka ka humb ai i cili ka gjetë Zotin? Dhe çka ka gjetë ai i cili ka humb Zotin? Pra kur e ke gjetë Zotin, a ka diçka që ke humb? Madje krejt dy janë nëse ke humb, asgjë nuk e humb nëse ke gjetë Zotin. Andaj ne i themi secilit krem namaz. Por në namaz se ta gjesh Zotin. Në namaz se ta kuptosh kush je ti realisht, sepse përmes namazit e kupton, sepse ballin tanë çet në sejë, në tokë çet, para madhnisë Allahut subhanahu wa taala, me tregu se un jam çky, në tokë, i tokës jam opton. Në namaz kur njeriu e gjen Allahun subhanahu wa taala, çdo gjë pastaj që Zoti ka caktuar për të është më lehtë e menaxhueshme. Apo, dhe çdo synim që e ka më lehtë të arritshëm sepse tash e kërkon përmes Zotit. Kjo është formule domosdoshme e jetës, që ta kuptojmë që çdo mangësi Zoti ka mundësi me na kompenzu dhe çdo të arritur Zoti ka mundësi me na dhënë. Kur e gjan këto, nuk ka dikun ku njeriu e gjan më mirë se namaz, sepse namazi thot Allahu xhalla shanuhu, iyyaka na'budu, vetëm ty të adhuroj, wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej te kërkoj ndihmë që të realizoj të gjitha këto. Andaj namaz njeriu kur e shijon namazin dhe kur jep pastaj produktivitetet e atij namazi, kur e din njeriu çka po flet namaz, cilat janë apton çka po shqipton namaz, e që është kuptimi domosdoshëm i surës Al-Fatiha. Pastaj duke fillu prej abdesit atje, e ezanit e deri te namazi. Andaj njeriu i kohës tonë ka nevojë më shumë se për gjithçka tjetër për namaz.
Po them ka nevojë për namaz, por jo në kuptimin e shumë njerëzve, të cilët hyjnë namaz pa ditë para kujt po dalin, pa ditë domthon esencën e namazit, pa ditë dhe pa synuar e kuptuar ëmbëlsinë e namazit, frytet që i jep namazi, sepse të tillët mund të futen në namaz në aspektin formal, në aspektin e jashtëm, por nuk nxjerrin nga namazi ato që në duhet. Pra të arsye për shembull, Allahu xhallahu xhallahu thot: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha." Apo namazi ndalon patjetër për punëve të këqija. Është garantë e Zotit. Mirë, a shohim njerëz që megjithatë falen dhe nuk janë të tillë? Po. Atëherë ku është defekti? A është problemi tek premtimi i Zotit apo është problemi tek dikun tjetër? Problemi te realizimi. Andaj ne po flasim që të hyjmë namaz, ashtu që kanë vepruar ata para neve. Ata kur kanë hyrë namaz, Urwa ibn Zubairit ja kanë kaput kamën. Po, kamën ja kanë kaput. Ka thonë duhet me ta kaput kamën, ka thonë veç lem në të hyjë namaz. Ka hyjë namaz, ja kanë kaput kamën, edhe nuk e ka vrejt. Sepse përqendrimi dhe koncentrimi i tij u kon komplet dikon tjetër. E imagjino që koncentrohet dhe përqendrohet çështo. A ka mundësi me i bë fet në dynjaja? A ka mundësi me sprovu dynjaja? A ka mundësi me emerzit se i ka humbë diçka prej kësaj bote kështu me radhë? A ka mundësi që e ka përjetu çështo namazin? A ka mundësi si del pe namazit me u kap me dikan ose mu ngatru me dikan ose mos me afal dikuj ose mu fjalos me dikan ose me shat dikan ose me përgoju dikan? Jo, s'ka mundësi. Vallahi nuk ka mundësi. Sepse ose ka mundësi njëri cili ka përjetu çështo namazin, nesër mas nesër me dal me bë hajgara me fe, e me mutall me fe, e mutall me mësimet fesë, e me bë veprime apo të çesharake, e me bë veprime turpshme apo ku deri dje ka bë veprime caktuar në fe. Këto probleme apo neve na nevojitet kthimi namaz, që ta shohim namazin si çelësin e suksesit. Çelësin e domosdoshëm, sepse pejgamberi sa Allahu azza wa jalla ka dhënë namazin fillim. Ja ka dhënë namazin dhe ka thonë çito krye ç'është duhet, pastaj krejt tjerat kanë më të lecu. Ama që namazin e përqendrimit, e koncentrimit, që namazin kur ti thu, po qetësohna në namaz, jo po qetësohna pe namazit. So dallim i madh. Mu qetësu në namaz e mu qetësu pe namazit, sepse shumë nga ne, apo fatkeqësia se ne qetësohemi prej namazit. Ne shpejtojmë që ta falim namazin, edhe ta kryjm namazin që pastaj të vazhdojmë jetën, aty ku e kemi pas, pa na ndru asgjë në agjendën edhe në veprimet tona. Andaj namazi mbetet mbetet pa asnjë dilemë. Mbetet pa asnjë dilemë. Puna më madhështore që besimtari ban mas shahadetit, mas fjalës la ilaha illallah. Pra ta shtoj edhe unë them vllai Sali se po flas personalisht për veti dhe mendoj se cili prej therzve edhe prej zollarëve që edhe kanë dert, edhe kanë gale, edhe kanë dinë se si funksionon kjo punë, mendoj se sado që të flasim për namazin, asnjëherë nuk kemi më bë tepërt. Sado që të flasim për namazin, prap ka më met hapësirë dhe ka më met nevojë e kthimit ton tek namazi. E sidomos në kohën tonë. Qoftë ata të cilët ende nuk kanë përjetu, qoftë ata të cilët janë brenda, e cilët kemi punë të madhe hala në përjetimin e këtij namazi, në funksionalizimin e këtij namazi, në pamjet që ti ofron namazi, në ndikimin që e lë namazi, e kështu me radhë. Po feja si e vlerëson namazin, pra çfarë epiteti i ka jep feja namazit, Kurani apo Suneti? Po pas parasysh këto që të cilën e tham, neve na del se Allahu subhanahu wa taala namazin e ka, domethënë e ka ngrit dhe e ka vlerësu as lart, saqë e ka bërë shtyllën e dytë e Islamit mas shahadetit la ilaha illallah. Ndërsa domethënë ajetet që flasin për namazin janë pothuajse domethënë të panumërta. Pra ka shumë ajete që flasin për namazin. E pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka treguar për vlerën e namazit dhe na ka thënë se qoftë nga rëndësia e tij, ku madje e ka vë shumë në diskutim. Pra shumë diskutabile, a qëndron brenda rrethit të Islamit ai i cili nuk fal namaz.
Është çështje etike, është çështje domosdoshme, është çështje apo ton, është çështje të dietarët megjithatë kanë diskutuar në aspektin e dispozitave, po flasin në aspektin e rëndësisë. Ndërsa në aspektin e po themi e vlerës të asaj që përmendë pak më herët, të faljes së gjunaheve, e të ngritjes së kështu me radhë, është padyshim se nuk ka punë dhe nuk ka vepër që shpërblet më shumë, që ngrit ngrada më shumë se sa namazi. Dhe me tregu se sa është i rëndësishëm namazi, është se nuk ka gjendje. Nuk ka gjendje, dhe kjo është shumë të rëndësishme me kuptu. Nuk ka gjendje që njeriu amnestohet se të mos fal namaz. Nuk ka. Edhe i smut, edhe i smut. Edhe në aeroplan, edhe në aeroplan. Edhe në nije, edhe në nije. Edhe në luft, edhe në luft. Edhe në front, edhe në front. Nëse dikush ish amnestu, e ish liru, e ish fal, nga obligueshmëria e namazit, nga krymja e namazit, ishin fal ata të cilët janë në front. As ata nuk janë liru. Për tregu se madja edhe fitoria e betejës nuk ka më rëndësi se sa fitoria ndaj nefsit, ndaj shejtanit për të qëndruar përballë Allahut subhanahu wa taala namaz. Këto janë kuptime të mëdha, këto janë kuptime domosdoshme. E çush ka mundësi për shembull apo kushtimisht po them. Ata të cilët domethënë arsyetohen për namazin se s'po kanë kohë se janë të punu. Ata cilët arsyetohen për namazin se s'po kanë kohë se janë dasëm. Ata cilët arsyetohen për namazin se s'po kanë kohë se janë të shkuar deti. Ata cilët arsyetohen për namazin se nuk kanë kohë se janë në tubime caktume. Çka kemi thonë Allah pëtën? Çka kemi thonë? Kur Allah subhanahu wa taala, ata cilët janë të luftu me mbrojt venin, me mbrojt atë dhe, me mbrojt vatanin. Edhe aty në ju ka thonë, aja u ka lecu, aja është tjetër më abet pasaj, qysh ja u ka lecu formë, mënyra, apëtën është çështje tjetër, ama do të më falë. Në qoftë se edhe fitimi i betejës, është më pak i rëndësishëm se sa kur ta humbësh lidhjen tënde me Zotin, pash Zotin. Çka mund të them dikuj apëtën i cili thotë po fitojnë pasuni e humb namazin? Me çfarë mund të arsyetoj? Çka ka punë këtë dynja që mund të arsyetoj pastaj, e që mund të duket më interesant, e që mund të duket më e vlefshme, e që mund të duket më e rëndësishme se sa domethënë fitimi i saj në kurrës namazit. S'ka vëllaptën. O vëllaptën, wallahi aptën. Ne mund të flasim. Unë them shpesh aptën, ne mund ta ngritim tonin, mund ta ulim, mund të flasim me formulime të ndryshme, ama pa namaz s'ban aptën. Nuk ban, sepse shkputet lidhja me Zotin. Pa namaz nuk ban, sepse shkputet motivi për jetën. Pa namaz nuk ban, sepse mbetet shpirti i varfër dhe mbetet i manget e pastaj edhe vdes. Pa namaz nuk ban, sepse të hub motivi për suksese. Pa namaz nuk ban, sepse të hub disiplina e domosdoshme që njeriu e fiton gjatë jetës tij. Pa namaz nuk ban, sepse do të ndërhyjnë pastaj dëshira e epsheve, edhe lakmive, edhe dëshirat ato të cilat po nuk ka vendosur namazin, mburoj ato të fshin, edhe nuk ka dikush që mund të ndaloj. Dhe pozitë të cilën ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala namazit është pozitë e patë e kalueshme, pozitë e patë të tërsueshme këtë botë për atë arsye pyetja e parë që njeriu ka më bën se puna e parë që njeriu do të llogaritet kur del para Allahut është namazi. Për me tregu se këtë tjerat pastaj mund me të ndërtuar me mbi ta. A ke pas namazin në rregull, gjithçka tjetër pastaj inshallah shkon në rregull, sepse namazi të ka mësuar pastaj si me vepru në raport me këtë tjerat. Po nuk ke namazin në rregull, është rrezik se asnjë punë tjetër pastaj nuk e ke qenë në rregull për shkak se nuk e ke pas bazën, nuk e ke pas burimin mbi të cilën i ke ndërtu punët. Kur shohim hoq mas këtyre që i tha për namazin, shohim se namazi është prej punëve ndoshta më me vlerë, këtë edhe e potencuam, mirë po çka për ata të cilët është e domosdoshme një kujdes ndaj kësaj pune. Çka për ata të cilët janë të kujdesshëm ose mundohen të jenë të kujdesshëm ndaj namazit? Ata të cilët janë të kujdesshëm ndaj namazit i përgëzojmë, padyshim. Dhe domthonë i japim myshde secilit që Allahu xhallahu ja ka mbjellë zemrën e tij kujdesin ndaj namazit. Dhe sapo
të kryet domthon kujdesin ndaj namazit, më një herë masaj vije ajo prova, po themi e pranimit ose jo të namazit, të qenë ndikimi i namazit në jetën e përditshme, në jetën tonë praktike, qenërit më i mirë, qenërit më i dobishëm, qenërit më domethënë më produktiv, qenërit më i butë me tjerët, më i sjellshëm me tjerët, më i moralshëm me tjerët, e kështu me radhë, sepse të gjitha këto na i ka mësuar namazi. Dhe në momentin që njeriu është i ngopur shpirtnisht, sepse namazin na ka ngopur shpirtnisht, mendoj se nuk ka diçka tjetër pasaj që mund të na cenoj ose të na rrënoj veprimet tona ose çështjet e dunjas të na prishin ato që është madhore, që është aspekti shpirtëror. Allah shpërbleft, me ka si erdhi fundi të këtij emisioni. Amin, inshallah ty, Allah shpërbleft. Dashur shikues, ju falenderojmë shumë dhe ju që ishit bashkë me ne për gjatë këtij episodi të emisionit Konteksti Kohor. Deri në takimet e tjera, mirupafshim.